Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjekët me urdhër të prerë, nëse po vuani nga artriti, mos i fusni në gojë këto 5 ushqime. Artriti reumatoid është një sëmundje inflamatore autoimune që prek rreth 1% të popullatës globale, shpesh duke u shfaqur midis moshës 20 deri në 50 vjeç. Femrat rrezikojnë 3 herë më shumë se sa meshkujt që të preken dhe të vuajnë nga shqetësimet e artritit. Kjo sëmundje çon në deformim të dukshëm të nyjeve, ngurtësime dhe kufizime të lëvizjes së tyre. Nëse po vuani nga artriti reumatoid, ja disa nga ushqimet që duhet t'i largoni nga dieta juaj. Nën produktet e qumshtit. Kaezina, një proteinë që ndodhet në shumicën e nën produkteve të qumshtit, është e njohur për shkaktimin e inflamacioneve dhe irritimin e indeve rreth nyjeve. Vaji i misrit. Ky vaj përmban acide yndyrore omega 6, të cilat mund të çekuilibrojnë proporcionin me omega 3 dhe të shkaktojnë inflamacione në nyje. Edhe vajrat si ai farave të rrushit dhe ai i sojës duhet të shmangen. Ushqimet e skuqura dhe të përpunuara. Këto ushqime përmbajnë toksina si glication, të cilën ndikojnë negativisht në oksidimin e indeve lidhëse dhe qelizave trupore, duke përkeqësuar kështu edhe simptomat. Kripa. Teprica me kripën do të çojë në mbajtjen e ujit në trup dhe në rritjen e presionit të enëve të gjakut, duke përkeqësuar kështu edhe dhimbjen e artritit. Duke shmangur këto ushqime mund të ndihmojnë në menaxhimin e simptomave të artritit, në reduktimin e inflamacioneve dhe në përkeqësimin e nyjeve tuaja. Artriti reumatoid është një sëmundje e rëndë anti-inflamatore, e cila është e karakterizuar nga dobësimi kryesisht i nyjeve lidhore dhe kockave që prek mbi 1% të popullatës globale. Në fakt, për të evituar këto komplikacione duhet të ulni nga dieta juaj bukën e bardhë dhe ta zhvendësoni atë me bukë integrale. Studimet e fundit kanë provuar se karbohidratet e përpunuara që gjenden kryesisht te buka e bardhë ndikojnë në formimin e AGS, të njohur ndryshe si kompozent të avancuar të glikogjenit, të cilët, si pasojë këto përbërës ndikojnë në rritjen e inflamacioneve në trup dhe në përkeqësimin e problemeve tuaja të artritit. Evitoni yndyrat trans. Kur blini vaj përveç çmimit, kushtojini rëndësi edhe etiketës së tij. Për shembull, vajrat ku shënohet pjesërisht të hidrogenizuar duhet të shmangen, pasi kanë në përmbajtje të tyre edhe yndyra trans, të cilët ndikojnë në përkeqësimin e shëndetit tuaj. Kujtojmë të fundit janë me proteinë natyrale sekretuar nga mëlçia dhe në përgjigjen e inflamacioneve. Vaji i sojës dhe vajrat vegjetal. Vajrat vegjetal janë të pasur me acide yndyrore omega 6, ndërsa acidet yndyrore omega 6 janë të nevojshme për zhvillimin dhe rritjen normale të njeriut, por disa standarde perëndimore prirjet shihen shumë të larta dhe konsumi i tepërt i tyre mund të shkaktojë prodhimin e kimikateve proinflamatore. Një studim i vitit 2011, i botuar në Journal of Nutrient and Metabolism, zbuloi se një raport i lartë i acideve yndyrore omega 6 lidhet me rrezik më të lartë të sëmundjeve kronike inflamatore, duke përfshirë këtu edhe problemin e artritit. Produktet e përpunuara ndikojnë në përkeqësimin e niveleve tuaja të shëndetit të kockave. Produktet e përpunuara kanë efekte negative në shëndetin tuaj të nyjeve dhe ndikojnë në rritjen e dhimbjeve të tyre dhe duhet të evitohen nga dieta juaj. Ato karakterizohen nga sheqerna të përpunuara, yndyrna artificiale dhe vajra bimor që ndikojnë në përkeqësimin e sëmundjeve siç është edhe artriti. Ndaj siguroni që të mbani nën kontroll shqetësimet tuaja duke nënvizuar edhe rëndësinë e ushqimeve. Nëse po vuani nga artriti, ajo që shtoni në dietën tuaj është çelësi një organizmi të fortë. Zgjedhja dhe konsumi i ushqimeve të duhura mund të ndihmojnë në lehtësimin e dhimbjeve. Studimet vazhdojnë, megjithatë shkencëtarët kanë zbuluar se ushqime të caktuara ndihmojnë në lehtësimin e dhimbjeve të listuara si dhimbjet e artritit. Citon Andrea Dunn, dietolog i certifikuar në Institutin e Sëmundjeve të Klinikës Cleveland. Nëse jeni gati për pazar për të lehtësuar shqetësimet tuaja të artritit, atëherë siguroni të shtoni në dietën tuaj salmonin, sardelet dhe skumbrin. Ky lloj i peshkut është i pasur me acide yndyrore omega 3, ku studimet kanë zbuluar se mund të lehtësojë inflamacionin. Ekspertët thonë se vetëm 2 racione në javë mund të ndihmojnë në lehtësimin e dhimbjeve të kyçeve. Çaji i jeshil.
I pasur me lëndë ushqyese dhe me antioksidues, çaji i jeshil njihet për uljen e inflamacioneve. Studimet e kryera te kafshët kanë treguar se mund të ndihmojnë në lehtësimin e shqetësimeve të dhimbjeve të artritit reumatoid. Çokolata e zezë. Një tjetër ushqim i lartë në antioksidant ku studimet kanë treguar se mund të lehtësojë inflamacionin. Bleni produkte që kanë në përmbajtje të tyre 60% kakao. Vetëm i konsumoni gjithmonë me moderim për të limituar yndyrnat e ngopura dhe kalorit. Frutat e pyllit. Frutat e pyllit gjithashtu kanë në përmbajtje të lartë antioksidues. Ato sidomos janë të mira nëse po merrni ilaçe për artritit, sepse përmbajtja e lartë e fibrave të këto fruta mund të ndihmojnë në lehtësimin e kapsllëkut, që zakonisht njihet si ilaçi që shkakton këto shqetësime. Molla. Ky frut është i pasur me antioksidant që është një burim shumë i mirë i fibrave. Mollët mund të largojnë gjithashtu dëshirën për të ngrënë me zmakte të pashëndetshme dhe të ndihmojnë në përmirësimin e shëndetit tuaj. Vaji i ullirit. Përpiquni që llojet e tjera të vajit të zvendësoni me vajin e ullirit, i cili ka balanca të mira të acideve yndyrore omega 3 dhe omega 6, të dyja lloje esenciale të acideve yndyrore. Gjithashtu siguroni që dietën tuaj ta pasuroni me sa më shumë produkte natyrale që ndihmojnë në shëndetin tuaj të nyjeve. Frutat e thata. Të gjitha llojet e frutave të thata janë të larta kryesisht edhe në proteina të ulta në yndyrna të ngopura dhe nuk përmbajnë kolesterol, ndryshe nga proteina shtatzore. Ndryshe nga produktet shtatzore, frutat e thata janë një burim shumë i mirë i fibrave. Zgjidhni frutat e thata të pakripura për të limituar sasinë e sodiumit në dietën tuaj. Xhenxhefili dhe shafrani indis. Këto erëza kanë efekte anti-inflamatore dhe studimet kanë treguar se janë një zgjidhje shumë e mirë edhe në lehtësimin e inflamacioneve. Salca. Konsumi i salcës është një mënyrë shumë e mirë për të rritur sasinë e vitaminës C në dietën tuaj dhe të antioksidantëve të fuqishëm që ndihmojnë kështu në lehtësimin e shqetësimeve tuaja kundër artritit. Është e rëndësishme që produktet ushqimore t'i zgjidhni me kujdes. Në dietën tuaj gjithashtu të shtoni edhe bananet. Përveç se janë të shijshme, bananet mund të përdoren edhe në mënyra të shëndetshme. Janë të pasur me magnez, me kalium, që ndihmon në rritjen e dëndësisë së kockave në trupin tuaj. Magnezi shumë thjesht largon edhe shumë simptoma që shkaktojnë shqetësime të artritit. Nëse bananet i shtoni në ushqimet tuaja të përditshme, atëherë problemet me artritin do të zgjidhen ndjeshëm, duke lehtësuar kështu edhe inflamacionet dhe duke sjellë lehtësime të dukshme në nyjet tuaja. Në dietën tuaj nuk duhet të mungojnë gjithashtu as boronicat. Boronicat janë super të pasura me antioksidues që ndihmojnë në forcimin e sistemit tuaj imunitar. Studimet tregojnë se boronicat mund të ulin inflamacionin në nyje. Përderisa konsumi i rregullt i tyre ka treguar përmirësime të hatashme në largimin e intjeve, mund t'i konsumoni si të doni, përzierja me qumësht ose thjesht t'i konsumoni të freskëta është e mirë në dobi të organizmit. Salmoni. Salmoni është një burim i shkëlqyer i acideve yndyrore omega 3, aminoacideve omega 3 që ndihmojnë uljen e inflamacionit në nyje, por edhe i forcojnë nyjet sidomos në mëngjes. Studimet kanë vërtetuar se njerëzit që konsumojnë aminoacide omega 3 kanë më pak probleme me nyjet. Gjithashtu lëngu i portokallit mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për ju. Portokalli, sikurse dhe agrumet e tjera, është i pasur me vitaminën C, element mjaft i rëndësishëm në forcimin e kockave dhe në veçanti të kërcit. Mungesa e vitaminës C mund të dërgojë në zhvillimin jo të duhur të dhëmbëve, të kockave dhe të kërcit. Studimet kanë treguar se përdorimi i rregullt i lëngut të portokallit ndihmon që kërci të mbahet më i fortë. Gjalpi i kikirikut. Gjalpi i kikirikut është shumë i pasur me niacine që ndihmojnë në lëvizjen e nyjeve. Pas kësaj, gjalpi i kikirikut është i pasur me vitaminën B3 që ndihmon në trajtimin e problemeve të osteoartritit. Vitamina B3 ndihmon në reduktimin jo vetëm të inflamacionit, por edhe në fleksibilitetin më të mirë të nyjeve tuaja. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.